6 tetor, I lumi Perëndi. Doktrinën e shëndosh sipas Ungjillit të lavdis të lumit Perëndi. E pari Timoteut 1:10-11. Një pjesë e madhe e lavdisë së Perëndis është lumturia e tij. Për apostullin Paul ishte e pakonceptueshme që Perëndis t'i mohohet gëzimi I pafundëm dhe ende të jetë plotësisht I lavdishëm. Të jesh pafundësisht I lavdishëm do të thotë të jesh pafundësisht I lumtur. Ai përdor frazën lavdisë të lumit Perëndi, sepse është e lavdishme që Perëndia të jetë I lumtur ashtu siç është, pafundësisht I lumtur. Lavdia e Perëndis qëndron më së shumti në faktin që ai është I lumtur përtej çdo përfytyrimi. Ky është Ungjilli. Ungjilli I lavdisë të lumit Perëndi. Ky është një citim nga Bibla. Është lajmi I mirë që Perëndia është në mënyrë të lavdishme I lumtur. Askush nuk do të donte ta kalonte përjetësinë me një Perëndi të palumtur. Nëse Perëndia nuk është I lumtur, atëherë synimi I Ungjillit nuk është një synim I lumtur. Dhe kjo do të thotë se nuk do të ishte fare Ungjill. Por në fakt, Jezusi na fton ta kalojmë përjetësinë me një Perëndi të lumtur kur thotë: "Hyr në gëzimin e Zotit tënd." Mateu 25:23. Jezusi jetoi dhe vdiq në mënyrë që gëzimi I tij, gëzimi I Perëndis, të jetë në ne dhe që gëzimi ynë të jetë I plot. Gjoni 15:11, 17:13. Prandaj, Ungjilli është Ungjilli I lavdisë të lumit Perëndi. Lumturia e Perëndis është së pari dhe më së shumti lumturinë e birin e tij. Prandaj, kur ne marrim pjesë në lumturinë e Perëndis, ne marrim pjesë në vetë kënaqësinë që Ati ka në birin. Kjo është arsyeja pse Jezusi na e bëri Atin të njohur. Në fund të lutjes së tij madhështore te Gjoni 17, ai I tha Atit të tij: "I bëra të njohin emrin tënd, do të bëj ta njohin që dashuria me të cilën ti më deshe mua të jetë në ta dhe unë në ta." Gjoni 17:26. Ai e bëri të njohur Perëndin në mënyrë që kënaqësia e Perëndis në birin e tij të mund të ishte në ne dhe të bëhej kënaqësia jon në të.